Kur respekti mungon, para se të flasim për fuqinë që ka respekti, duhet të kuptojmë çfarë ndodh kur ai mungon. Mungesa e respektit është si një helm i padukshëm që përhapet ngadalë, prish marrëdhëniet familjare, shkatëron dashurinë. Ul motivimin në punë, mbjell urrëtie dhe pakënaqësi në shoqëri. Shumë njerëz sot jetojnë në marrëdhënie ku ndihen të pavlerësuar. E ndoshta kjo është arsyeja pse ka kaq shumë vetmi, ankth dhe armiqësi. Një burr që nuk respekton bashkëshorten e vet, herët avon do e humbas edhe dashurinë e saj. Një prind që e poshtëron fëmijën, pa dashje do krijojë një shpirt të plagosur. Një mik që tallet e përqesh kur ti rrëfen dobësitë e tua. Nuk është mik i vërtet, është thjesht një hieshkatar që nuk di të doj. Prandaj, nëse duam një botë më të drejtë, më njerëzore, më të bukur, duhet të fillojmë nga vetja dhe të ndërtojmë kulturën e respektit, respektin në kohë të vështira. Kur gjithçka shkon mirë, është lehtë të sillesh mirë. Por respekti më i madh shihet pikërisht në kohë krizash, kur dikush gabon ndaj teje, a je në gjendje të mos e përbuzësh, kur një i afërt të lëndon, a mund të mos hakmeresh duke e fyer kur je i pushtetshëm, a mund të mos e poshtërosh më të dobëtin. Në këto momente, karakteri yt i vërtet del në pa. Aty ku shumica zgjedhin të hakmeren, të rrëzojnë, të bërtasin, ai që ka ndërtuar respekt për brenda zgjedh të qëndrojë i qetë, të mbajë dinjitetin e vet, të mos ulet në baltën e fyerjes. Ky është respekti më fisnik, ai që shfaqet kur zemra të vlon nga mlefi. Ky respekt është një fitore e heshtur mbi egon, shembull frymëzues nga jeta. Për ta bërë më të gjallë këtë mesazh, le të kujtojmë disa shembuj të njohur. Nelson Mandela kaloi 27 vjet në burg. Mund të dilte plot urrëtie. Por kur u bë president, ai zgjodhi të respektojë ish-kundërshtarët e tij dhe t'i ftoi në tryezë. Respekti i tij krijoi paqe dhe unitet. Mahatma Gandhi luftoi me pushtetin britanik pa dhunë. Edhe kur e rrihnin dhe e burgosnin, ai ruante dinjitetin e vet dhe respektonte njerëzit që e përndiqnin. Maya Angelou, shkrimtarja e famshme, thoshte, njerëzit do harrojnë çfarë the, njerëzit do harrojnë çfarë bëre, por kur nuk do harrojnë si i bëre të ndihesh. Kjo është thelbi i respektit, mënyra si e bën tjetrin të ndihet. Respekti për veten është baza e gjithçkaje. Shumë probleme të respektit fillojnë kur njeriu nuk e ndjen veten të vlefshëm. Nëse ti mendon se nuk meriton dashuri, nuk do kërkosh respekt. Njerëzit që e kanë ulur vlerën e vet, shpesh lejojnë të tjerët t'i trajtojnë keq. Të respektosh veten do të thotë të thuash: unë nuk pranoj të më flasin me përçmim. Unë nuk pranoj që dikush të më ul për të ndjerë veten të madh. Unë nuk jam asgjë më pak se askush tjetër. Kur ndërton këtë vetdije, njerëzit fillojnë të shohin ndryshe. Sepse nuk është çfarë thua, është si e mbart veten. Respekti fillon nga energjia që rrezaton. Si t'u japësh respekt të tjerëve pa u përdorur. Disa kanë frikë se nëse respektojnë të tjerët do duken të dobët. Jo. Respekti i sinqert nuk do të thotë të lejosh t'i hipin në qafë. Ai do të thotë të tregosh vlerë, por edhe kufi. Ja disa shembuj, të dëgjosh mendimin e tjetrit edhe kur nuk pajtohesh. Të mos e tallësh kur gabon, të mos bërtasësh kur mund të flasësh qetë, të mos fyesh kur mund të japësh kritikë konstruktive, të mos injorosh kur dikush ka nevojë për ndihmë, por respekti nuk është të lejesh abuzimin. Kur dikush të flet me përçmim, vendos kufi me qetësi, unë nuk pranoj të më trajtosh kështu. Ky është respekt për veten, jo arrogancë. Respekti si energji që të kthehet. Ndoshta nuk e ke menduar kur kështu, por respekti që shpërndan është një lloj energjie që kthehet tek ty, nëse ti përpiqesh të jesh i drejtë, i sjellshëm, i ndershëm, i hapur. Me kohë do mblidhen rreth teje njerëz që i çmojnë këto vlera. E kundërta ndodh me ata që zgjedhin përçmimin, mbesin vetëm, të rrethuar nga maska, jo nga miq të vërtet. Respekti si trashëgimi për fëmijët. Çdo brez mëson nga ai që e rri. Fëmia mëson më shumë nga shembulli yt se nga fjalët e tua. Nëse ti trajton njerëzit me respekt, ai do të bëhet i njëjtë. Të respektosh është mënyra më e thjeshtë për të edukuar një brez që nuk dhunon, nuk poshtëron, nuk hakmerret verbërisht. Respekti në botën e sotme digjitale, sot, kur gjithçka ndodh online, njerëzit e kanë harruar respektin.
Komentet fyese, sulmet, thumbat janë bërë normë. Por kujto, mbrapa çdo ekran është një njeri me ndjenja. Kur ti zgjedh të japësh respekt edhe në rrjetet sociale, dallohesh menjëherë. Sepse në një botë ku shumica ulërasin, zëri i qetë bëhet magnet për njerëzit e mirë. Përfundimi i dytë, fjala e zemrës, nëse do një jetë me më pak dramë dhe më shumë qetësi, një recetë e thjesht ekziston. Respektoj të tjerët siç do të doje të respektonin ty. Nëse do të flasin mirë për ty, fol mirë për të tjerët. Nëse do të dëgjojnë, dëgjo. Nëse do të falin, fal edhe ti. Nëse do të ndihmojnë, ndihmo. Respekti nuk është një dhuratë që vjen rastësisht. Është pasojë e çdo gjesti tënd, çdo zgjedhjeje tënd, çdo fjalë që lëshon në botë. Jepi botës më të mirën që ke brenda. Edhe kur nuk kthehet menjëherë, respekti që ke shpërndar mbetet si një far që një ditë do të çelë lule. Dhe kur të vi koha që të korrësh atë që ke mbjell, do ndjesh më në fund qetësinë dhe krenarinë që vetëm respekti i vërtet ta jep. Nëse do respekt, jepi të tjerëve atë që dëshiron të marrësh. Respekti është një nga vlerat më të mëdha që një njeri mund të kërkojë dhe të japë. Ai nuk është një dhuratë që vjen falas, nuk është një privilegj që të jepet pa e merituar dhe nuk është një e drejtë që të takon vetëm sepse e kërkon me fjalë. Respekti është rezultat i mënyrës se si sillesh, i karakterit që ndërton dhe i vlerave që përfaqëson. Në jetën e përditshme, shpesh dëgjojmë njerëz që ankohen, askush nuk më respekton. Më nënvlerësojnë. Nuk më japin vlerën që meritoj. Por a është kjo faji i botës, apo ndoshta pasqyra e asaj që ne vetë japim? Sepse në thelb të çdo marrëdhënie njerëzore fshihet kjo e vërtetë e madhe. Respekti është si një pasqyrë, ajo të kthen saktësisht atë që i tregon. Respekti fillon nga vetja. Nëse do që të tjerët të respektojnë, hapi i parë është të mësosh të respektosh veten. Shumë njerëz kërkojnë respekt pa e vlerësuar fillimisht veten. Por si mund të shohin të tjerët me sy të ndritur? Kur ti shikon veten me dyshim ose përbuzje, respekti për veten nuk do të thotë arrogancë. Nuk do të thotë të mendosh se je më i mirë se të tjerët. Do të thotë të qëndrosh besnik ndaj parimeve të tua, të mbash fjalën që jep, të mos e ulësh veten për të kënaqur të tjerët, të kujdesesh për trupin dhe mendjen tënde. Një njeri që ka respekt për veten ecën me dinjitet. Nuk ka nevojë të ngrejë zërin për të dëshmuar forcën, as të poshtërojë të tjerët për të ndjerë superioritet. Ky lloj respekti reflektohet në çdo gjest, çdo fjalë, çdo vendim. Jep respekt, merr respekt, kur sillesh me respekt ndaj të tjerëve. Edhe bota të kthehet ndryshe. Respekti që jep krijon ura, lidhje, marrëdhënie që zgjasin. Një njeri që respekton të tjerët dëgjon pa ndërprerë, nuk gjykon pamjen, prejardhjen apo gjendjen e dikujt, pranon mendimet e ndryshme pa i përçmuar, trajton çdo njeri, nga më i varfrit e më i pasuri, me të njëjtën dinjitet. Sa herë e kemi parë dikë që kërkon respekt, por vetë shpërndan fyerje, arrogancë, nënçmim? Ai që nënvlerëson të tjerët humbet respektin pa e kuptuar. Sepse respekti nuk është frikë. Respekti nuk fitohet duke ulur të tjerët. Respekti fitohet duke u ngritur vetë dhe duke i ngritur edhe të tjerët. Respekti në familje. Respekti fillon në shtëpi. Shpesh harrojmë se ata që na njohin më mirë janë ata që e ndjejnë më thellë mënyrën si sillemi. Nëse do që fëmijët të respektojnë, tregoju respekt. Folu me dashuri. Dëgjoji. Jepu vëmendje. Kur sheh një prind që tallet me ëndrat e fëmijës, e ul fjalën e tij, mos prit që ai fëmijë të rritet dhe të respektojë. Në marrëdhënien me partnerin, respekti është themeli. Dashuria mund të ketë ulje ngritje, por respekti është ai që e mban lidhjen të fortë. Kur shikon në sytë e tjetrit dhe e trajton si të barabartë, kur nuk e poshtëron në grindje, kur nuk e injoron në nevojë, atëherë ke ndërtuar një marrëdhënie që nuk thyet lehtë. Respekti në punë dhe shoqëri. Në punë nuk respektohesh sepse ke titull ose pozitë. Respektohesh për mënyrën si i trajton të tjerët. Një shef që urdhëron dhe frikson mund të ketë bindje përkohësisht, por nuk ka respekt.
Një lider që respekton ekipin, dëgjon zërin e tyre, nuk e merr suksesin për vete dhe pranon gabimet, ky fiton respekt të përjetshëm. Edhe në shoqëri, respekti është çelësi që hap dyert e çdo marrëdhënieje. Shoku që të qëndron pranë jo vetëm kur qesh, por edhe kur qan. Ai që nuk të përdor, por të vlerëson. Ai që nuk përqesh dobësit, por të inkurajon. Ai është njeriu që di të respektoj dhe që e meriton respektin tënd. Respekti nuk është dobësi, shpesh njerëzit e ngatërojnë respektin me servilizmin, me bindjen e verbër ose me mungesën e forcës. Por respekti është vepër e të fortëve. Ai që është i dobët nuk respekton, sepse ka frikë se mos e marrin për të parëndësishëm. Ai që është i fortë, respekton sepse nuk ka frikë të shfaqë madhështinë e shpirtit të vet. Respekti nuk do të thotë të pranosh çdo gjë, të pajtohesh me padrejtësinë, të heshtësh përballë së keqes. Respekti do të thotë të kundërshtosh me dinjitet. Të thuash mendimin tënd pa ofenduar. Të luftosh për të drejtën pa baltosur karakterin. Si ta kultivosh respektin çdo ditë? 1. Fillo me veten. Kujdesu për trupin tënd, shëndetin, mendjen. Mos e poshtëro veten për kompromise që të rënojnë. 2. Dëgjo më shumë, fol më pak. Respekti rritet kur dëgjon për të kuptuar, jo vetëm për t'u përgjigjur. 3. Shih çdo njeri si të vlefshëm. Në sy të Zotit, të gjithëve na janë dhënë të njëjtat të drejta. 4. Mos përdor fjalë që lëndojnë. Fjalët lën gjurmë që nuk shuhen lehtë. 5. Fal kur të kërkojnë ndjes. Respekti nuk është hakmarrje. 6. Mbaje fjalën që jep. Ky është respekti më i madh që mund t'i tregosh tjetrit. 7. Mos u mat me pasurinë, pozitën apo lavdinë e dikujt. Jepi të njëjtin respekt një pastruesi dhe një mbreti. Respekti është investim në jetë, gjithçka që mbjell, korr po të mbjellësh në çmim, do të korrësh për çmim. Po të mbjellësh për ulësi të rreme, do të korrësh dyshim. Po të mbjellësh respekt të sinqert, do të korrësh miqësi, besim, dashuri. Respekti është si një pasuri që se shpenzon dot askush, por që të kthen gjithmonë fitim. Çdo gjest i vogël respekti që jep, bëhet një dritë në zemrën e tjetrit. Dhe kjo dritë kthehet te ti, atëherë kur më shumë e ke nevojë. Respekti dhe trashëgimia që lë pas, mendo një çast, kur një ditë të mos jesh më. Si do të kujtojnë të tjerët? Si një njeri që i trajtonte të gjithë me dinjitet? Apo si një njeri që lëndonte, nënçmonte, përçmonte? Respekti që jep sot, është trashëgimia që lë nesër. Ai përcillet nga goja në gojë, nga brez në brez. Ai është vlera që nuk plaket kurrë, nuk humbet, nuk harrohet. Fjala e fundit, në fund të fundit, jeta është një rrugëtim ku më shumë rëndësi kanë shenjat që lë në zemrat e të tjerëve se sa gjurmët që lë në tokë. Jep respekt në çdo hap, në çdo fjalë, në çdo zgjedhje. Jep atë që do të marrësh. Sepse respekti është ajo që na bën njerëzor më shumë se çdo gjë tjetër.